Në vend të godinës së stacionit të trenit në Durrës, e cila u shëm më 27 janar, do të ndërtohet një godinë e re e njëjtë në arkitekturë me të vjetrën. Ajo do të shërbejë si godinë e stacionit hekurudhor. Autoritetet vendosën shëmbjen e së vjetrës, sepse ishte plotësisht e amortizuar dhe e dëmtuar nga tërmeti i vitit 2019, dhe së bashku me ndërtesën e stacionit po ndërtohet dhe një godinë e dytë, e cila do të shërbejë për administratën dhe mirëmbajtjen teknike. Kostoja e 2 godinave tek stacioni i trenit, së bashku me 7 godina tërësisht të reja, që do të ndërtohen në të gjitha stacionet e tjera, përgjatë linjës hekurudhore, do të jetë 10 milion euro. Në përgjigjen për Durrës Lajm, Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhës bën të ditur se aktualisht janë realizuar 90% e punimeve civile të kontratës së parë të projektit rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës Terminali i Transportit Publik Tiranë dhe ndërtimi i linjës së re hekurudhore në drejtim të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. 5 vite nga nisja e projektit nuk është realizuar vendosja e sinjalistikës dhe elektrifikimi i linjës hekurudhore. Vendosja e sinjalistikës hekurudhore, edhe pse është pjesë e kontratës së parë të projektit, lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me ndërtimin e godinave të stacioneve, tek të cilat do të instalohen pajisjet e sinjalistikës. Pajisjet elektromekanike të jashtme dhe të brendshme për sistemin e sinjalizimit janë në proces zbatimi dhe do të përfundojnë tërësisht brenda 6 muajit të parë të vitit 2026. Ndërsa lidhur me elektrifikimin e linjës hekurudhore, aktualisht procedura është në tenderim ndërkombëtar nga ana e Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe ende nuk ka filluar implementimi i këtij komponenti. Në total, vlera e përgjithshme e investimit dhe asistencave teknike për projektin deri më tani arrin në 113 milion euro. Parashikohet gjithashtu dhe një shtesë për rreth 25 milion euro në trajt granti dhe kredie, e cila do të përdoret për projektin e elektrifikimit të linjës hekurudhore Durrës-Tiranë-Rinas. Por, kur do të përfundojë ndërtimi i hekurudhës? Në përgjigjen e saj, hekurudha shqiptare jep 3 mujorin e parë të vitit 2027, si afatin final të nisjes së operimit të linjës, ndërkohë që në nisje të projektit u deklarua viti 2023. Pas përfundimit të plotë të linjës hekurudhore, distanca Tiranë-Durrës pritet të përshkohet me tren në rreth 22 minuta, ndërsa nga Tirana për në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit pritet të bëhet për 12 minuta.